Bleu dollapin e përdorur në internet. Rumuni gjeti brenda 95.000 euro. Pronari nuk kishte asnjë ide për parat. Një burr rumun u befasua të gjej 95.000 euro të fshehur brenda një dollapi të dorës së dytë që ai kishte blerë dhe menjëherë i ktheu parat. Sipas mediave të huaja, Adela Stanici tha se burri i saj, një punëtor ndërtimi, kishte blerë së fundmi një dollap nga një faqe e njohur në internet. Ditë më vonë, ndërsa po bënte darkën, burri, Samueli, e thiri: "Eja dhe shiko, çka kam gjetur. Një kuti metalike në dollap me disa monedha 500 euroshe." Ajo tha se çifti i numëroi paratë së bashku. "Ishim të tronditur, nuk mund të flinim gjithë natën. Menduam se mund të ishte një kurth, një organizim dhe ne e dinim se duhet i kthenim paratë nga vendi prej nga erdhën", ka thënë nëna e 4 fëmijëve. Burri udhtoi nga shtëpia e tyre në fshatin perëndimor Biçigi, në qytetin ku jetonte pronari, i cili zbuloi se dollapi ishte i atit të tij të vdekur kohët e fundit. Stanici tha se pronari, i cili kërkoi anonimitet, nuk kishte asnjë ide për paratë. Kur e pa, ai nuk mund ta besonte, ndërsa gruaja bëri të ditur se pronari i shpërbleu ata për ndershmërinë e tyre, pa thënë se cili ishte shpërblimi.